Soda e bukës mund t'ju shpëtojë jetën, trajton dhe kuron këto 3 probleme për moshat mbi 40 vjeç. Për shumë prej nesh, soda e bukës është thjesht një përbërës që i shtohet të ëmbëlsirave dhe disa gatimeve të tjera. Ndoshta, disa të tjerë e përdorin edhe për pastrim, por ka femra që njohin fuqinë e këtij pluri magjik edhe në fushën e bukurisë. Maskat me përbërës bazë sodën e bukës e bëjnë lëkurën tuaj të duket më e butë, më e bukur dhe të shkëlqejë, por gjithashtu do t'i japë rezultate fantastike edhe në shëndetin tuaj të flokut dhe jo vetëm. Soda e bukës mund të vijë me përfitime të gjëra në dobi të shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pirja e një gote me ujë me një lugë çaji sot buke të tretur në të mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër një sër komplikacionesh. Soda e bukës përmban substanca alkaline, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve metabolike, por gjithashtu fosfati dhe bikarbonati eliminojnë gjithashtu një sër komplikacionesh të ndryshme të organizmit. Përfshirja e ujit me sodë buke në dietën tuaj do të lehtësojë problemet tuaja të urthit. Kur acidi i stomakut ju ngjitet deri në ezofag, kjo shkakton edhe djegje të stomakut. Kjo gjendje mund të lehtësohet dhe të mbahet nën kontroll me përdorimin e një recete të ujit me sodë buke. Mjafton të tresni një gjysmë lugje çaji sodë buke në këtë përbërje. Gjithashtu do të neutralizoni edhe pH-in e organizmit. Uji me sodë buke mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, çka do të normalizojë më mirë pH-in e organizmit tuaj. Konsumi i një gjysmë lugje çaji sodë buke të përzier në një gotë me ujë do të rivendosë ekuilibrat e pH-it në organizmin tuaj. Për shkak të pH-it mbi 7, soda e bukës është përbërës magjik që kontribon në funksionet tuaja më të mira dhe do të japë gjithashtu rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Do të lehtësoni gjithashtu edhe problemet tuaja të veshkave. Konsumi i rregullt të ujit me sodë buke në dietën tuaj mund të cilësohet gjithashtu si një lehtësues shumë i mirë kundër gurve në veshka. Për sa kohë përdoret në mbikëqyrjen e një eksperti, ajo mund të jetë një alternativë e çmuar në rastin tuaj. Por nëse merrni medikamente në këto situata, përpara përdorimit duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj. Uji me sodë buke mund të ndihmojë në rritjen e performancës tuaj fizike. Soda është tepër alkaline, që do të thotë se do të ulë nivelin e acidit laktik, i cili mund të kontraktojë muskujt tuaj. Soda e bukës është një produkt efektiv që mund të japë rezultate fantastike edhe për të parandaluar grumbullimin e acideve të ndryshme në organizëm. Një nga trajtimet më të mira kundër infeksioneve urinare është edhe përdorimi i ujit me sodë buke. Përzieni një lugë çaji me ujë me sodë buke dhe mund ta përdorni gjithashtu në receta të ndryshme lehtësuese në dobi të organizmit tuaj. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme, sidomos për ata që kanë probleme me djegje gjatë urinimit. Kështu do të keni një ndihmë shumë të mirë ushqyese, sidomos edhe në situatën tuaj. Soda e bukës është një alternativë e çmuar që përveç këtyre trajtimeve ka një larmishmëri të gjerë të elementeve ushqyes. Kur konsumohet në doza të përshtatshme dhe brenda mundësive të duhura, soda e bukës do të rregullojë strukturat kimike të organizmit dhe do ta përshtatsë atë si duhet kundër një sër komplikacionesh. Ndaj përdorimi i sodës së bukës kundër këtyre shqetësimeve mund të cilësohet gjithashtu si një nga zgjedhjet më të mira në lehtësimin e tyre. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në frigoriferi ose në kuzhinën tuaj. Përveç përdorimeve të ndryshme tradicionale, të paktën janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të larta terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo ajo të bjerë, gjithashtu edhe në kontakt me substancat acidike siç janë për shembull edhe uthulla e mollës ose kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet edhe kur keni probleme të nyjeve siç janë
artriti, problemeve të tjera të urthit, gjithashtu edhe probleme të ndryshme si që janë infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme ditore, ajo mund të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe të përshpejtojë gjithashtu rigjenerimin e tij. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë ushqyese kundër shqetësimeve që mund të shkaktojë urthi. Nëse vuani nga urthi, atëherë mund të përzjeni një gotë ujë me një maj lugë çaji sodë buke, ta tresni mirë atë dhe më pas ta përdorni për të lehtësuar situatën tuaj. Soda e bukës është një alternativë e cila nëse përdoret me kujdes në përditshmërinë tuaj, mund t'jap rezultate mjaft të mira. Ajo ka efekte të mira alkalizimi. Përzierja e limonit me sodë buke ka veti të mira të alkalizojë trupin. Kjo na ndihmon gjithashtu edhe të përmirësoni luftën kundër aciditetit të lartë dhe të përmirësoni organizmin tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e tyre. Përfshijeni çajin me sodë buke në dietën tuaj, do ta keni gjithashtu edhe një alternativë më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Uji me sodë buke do të jetë një alternativë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Ju tashmë i dini virtytet e shumta të limonit, që është lehtësues edhe mjaft i mirë për tretjen tuaj. Nëse shtoni vetëm pak sodë buke, do të keni një përzierje të mrekullueshme e cila mund ta bëjë sistemin tuaj tretës të funksionojë më mirë dhe të mbajë gjithashtu larg problemet e tij. Uji me sodë buke është një alternativë e çmuar që në kombinim me recetat e duhura mund të kthehet në një aleat të vlefshëm të organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Soda e bukës mund të përdoret si një pastruese mjaft e mirë e trupit tuaj. Për trajtime të menjëhershme mund të pastroni mëlçin duke ofruar dozat bujare të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve që gjenden në përbërjet të tyre. Ndaj mos harroni që të filloni herët në mëngjes me këtë përbërje të tretur në një gotë me ujë, të shtoni edhe lëngun e limonit dhe rezultatet që do të merrni do të jenë mjaft fantastike në përmirësimin e tretjes dhe jo vetëm. Uji me sodë buke është një nga alternativat më të çmuara që mund të përdoret edhe kundër një sër komplikacionesh. Ndaj përdorimet e rregullta të tyre mund ta bëjnë gjithashtu edhe trupin të marrë më shumë përfitime dhe të mbajë larg edhe komplikacionet e tyre. Për sa kohë kombinohen si duhen dhe nuk merrni medikamente të caktuara, ajo mund të jetë alternativa juaj më e mirë. Soda e bukës ka efekte të mrekullueshme edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Ashtu si çdo përbërës tjetër i kuzhinës, si uthulla e mollës për flokët, soda e bukës është perfekte për trajtimin e lëkurës së yndyrshme dhe më shumë se kaq, dhe do t'jap gjithashtu rezultate fantastike në çdo aspekt. Ky përbërës në fakt është i domosdoshëm dhe i vërtet për ata që duan një kujdes më të mirë të lëkurës dhe të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e ndryshme ditore. Soda e bukës ka funksione mjaft të mira edhe mund të përdoret për skrap për fytyrën, gjithashtu edhe për trupin tuaj. Ky pluhur do të rikthejë pH-in e lëkurës, duke e bërë atë më të butë dhe gjithashtu edhe më të këndshëm. Mjafton të përzjeni sodën e bukës me ujë në mënyrë që të përfitoni një pastë që mund ta përhapni lehtësisht dhe ta masazhoni gjithashtu edhe me lëvizje të mira rrethore, sidomos në zonën e prekur. Më pas e lini për 5 minuta dhe e shplani gjithashtu edhe me ujë të bollshëm. Në këtë mënyrë do të largoni të gjitha papastërtitë në zonat e vrazhda dhe gjithashtu do të ndihmoni në rigjenerimin më të mirë të saj. Mund të përdorni sodën e bukës edhe kundër problemeve të pikave të zeza të lëkurës. Të gjithë mund ta përdorni atë si një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Mund të arrini të realizoni maska natyrale me ujë me sodë buke dhe gjithashtu të aplikoni atë lehtë në lëkurën e fytyrës suaj. Kështu do të keni përfitimet e duhura kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së lëkurës suaj dhe të lehtësoni problemet e pikave të zeza. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.